Përshëndetje, teleshikues dhe libra lexues. Në episodin e radhës të Pikë Takimit, ku sot unë dhe miku im Kosta jemi në një vend ku hareja nuk mbaron, aty ku fillon gjithçka. Aty ku vim çdo fundjavë. Po, te libraria, një lokal super i bukur në blok. Pra, Kosta do të flasi për fermën e kafshëve, për librin e famshëm, të dytin më të famshëm të George Orwell, kurse unë nga ana tjetër, për të gjithë, le të themi, fëmijët, ose ne kur kemi qenë të vegjël, ka qenë një ikon kur ne e shikonim më përpara, Plevica në fermë. Kështu që prindër, largoni, prindër, merrni fëmijët dhe fëmijë largoni prindrit nga ekrani, sepse ne do të flasim për Plevicën në fermë. Kosta, sot do flasim për kafsh. Po jo vetëm për kafsh, jo për derra, lopa. Si puna jote apo kështu? Kafsh të gromër. Është si ai miu që këno lova. E ke lexuar atë libër? Po. E ma ka detyruar Zysha, që e përshëndes nëse e shikon këtë emision, ma ka detyruar në vitrat bachelor ta lexoja Fermën e Kafshëve. Bravo, falenderoj shumë Zysha. Zysha, përshëndetje. Por që nga ana tjetër dhe Plevica në fermë, dhe pse është film i vizatimuar për fëmijë, ka një mesazh shumë të fortë dhe shumë të bukur. Po që ideja është që nuk do flasim për atë pushtetin e madh që fshihet pas tyre, po kur në njërin krah ferma premton atë barazin, po nga ana tjetër është dikush që përfundon gjithmonë mbi të tjerët. Këto janë të dy histori, sado të ndryshme, por që lidhen në një pyetje finale që është komuniteti prishet nga lideri i keq apo nga mungesa e një heroji të mirë. Si thotë? Atëre shkrimtari George Orwell shkroi për një revolucion që nis me shpresë, fillon me shpresë dhe vdes nga lakmia. Në shpresa vdes e fundit. Në ferma e kafshëve, kafshët rrezojnë njeriu për të krijuar drejtësi. Por shumë shpejt derat fillojnë të flasin si çlirimtar. Po. Dhe sillen si sundues gjatë gjithë kohës. Ndërkohë derrit e Plevica në fermë shoku Otisit. Te ferma e kafshëve, Napoleoni nuk fiton sepse është thjesht mizgjuar, fiton sepse të tjerët lodhen duke besuar. Faleminderit për derrin tim të vogël. Prap me alkool. Prap me alkool. Me derkucin. Me derkucin, me lopën Otis. Tani në anën tjetër kemi Plevicën ferm ose barnyard, nëse e njihni anglisht. Ose gjithë e kanë për. Po gjithë e keni pasi Plevicën ferm. Ku Otisi ajo lopa kryesore që gjithmonë ka qenë pyetja ime si ka mundësi është lopë dhe është mashkull. E ke akoma këtë pyetje domethënë? Po, sigurisht. Gëzuar për librarin, ku Otisi nuk kërkon pushtet, po Otisi kërkon atë muzikën e bukur të libraria, kërkon atë shakan, jetën pa. Kërkon të mos ketë përgjegjësi, edhe pse tek filmi, nëse se keni parë, ka dhe filmi, ka dhe serialin, te filmi është jati i Otisit që ka përgjegjësinë e fermës që ta mbajë të sigurt. Por që ai do thjesht muzikën e bukur, ai do shaka, jetë pa përgjegjësi, jetën e natës, ai do të gjitha këtu te libraria. Kurse dallimi është që tek filmi kërkohet gjithmonë ai froni rëndësia për pushtet, kurse Otisi thjesht largohet. Dhe ikën. Napoleoni thotë unë e di se kush është më e mira për gjithë. Kurse Otisi thotë nga anën tjetër, a mund ta bëj dikush tjetër përveç se meje, se unë du të jem çoneri. Në libër neve shohim që se si pushteti korrupton. Është një gjë shumë reale edhe me sot, Prandaj ky është ndër librat më epik. Për mua është edhe jo më i preferuari, por është dhe shkrimtarit, Thomas, sepse ky vetëm perle shkruan. Por rregullat në libër ndryshojnë natë. Historia rishkruhet dhe frika bëhet ligj. Sa e ndjen këtë realitet sot. Nga krau tjetër, Plevica në fermë ka atë historinë që nuk është për tirani ose kafshët që duan të mbizotrojnë mbi fermerin. Ata shohin fermerin kurse ka mendjen flasin, kurse kur kthehet dhe i shef, ata bëjnë vazhdim.
Ideja kryesore është që është për pjekurinë e njeriut, pra që duhet marrësh ato përgjegjësitë tua në jetë. Otisi, kur hum figurën e Tjadit, që ndodh ajo skena që kafshojnë kojotat, e vrasin, ai kupton që liria pa përgjegjësi është vetëm rehati e përkohshme që nuk zgjat gjithmonë. Shumë saktë. Dhe si gjithmonë, çdo libër dhe çdo vepër ka një ironi, siç e kemi diskutuar edhe më përpara. Te ferma kafshëve, kafshët luftojnë për të qenë të lirë dhe përfundojnë më të robëruar, sepse bëhen më keq se ata që mendonin. Po pse ndodh kjo? Pse njëri bëhet tiran kurse tjetri bëhet lider? Se janë kafsh. Janë Kafsh jam edhe unë me ty po. Napoleoni e shikon komunitetin si pronë. Otisi në fund fare shikon se një familje të madhe që ai ka krijuar, pra nga momenti ku ai mendondi që shoqërinë e tij ka vetëm për qejf, pra atë miun që kënon Mr. Bombastic, në fund ditës ai kupton që ata shoku ka për çdo gjë. Po sigur Otis mos ndryshonte kur. Atëherë do ishte Lopa Otis e përbetuar që do jetonte këtu në librari. Jo, është Lopa që do ke makina këtu. Nëse Otisi nuk do ndryshonte kur, do rrinte gjithë natën këtu te libraria. Por boshllokun gjithmonë do ta mbushë dikur si Napoleoni që kërkon atë rritjen. Kurse Otisi është bie që pra nuk është vetëm problemi te lideri i keq. Jo, absolutisht. Prandaj është edhe pyetja që më bëra në fillim, që duhet të rritesh me kohën. Pra duhet ta kuptosh kur vështirësitë të mëdha të vinë jetë, duhet të rritesh me to. Pra duhet ta kuptosh që ty po të vinë ca përgjegjësi në jetë, po të vinë ca gjëra të mëdha, edhe pse ne kur shikonim si fëmijë e qeshnim me gallatat që ka Plevica. Në fund të ditës ka mesazhin shumë të bukur që ti duhet të marrësh përgjegjësinë tua. Tani, jo. Po, kur je 26 vjeç edhe 28, ti duhet të kuptosh që mund të shikosh ato filmat për kalamaj, por nuk janë më për kalamaj. Napoleoni është i fortë, pa nuk duhet që ndonjëherë të jenë kaq të fortë këto njerëz, a duhet jenë apo s'duhet, si mendon? Mendoj që forca pa moral është vetëm frikë me uniform. Hajde shohim Lopën Otis, ai ishte i papjekur. Pse gjithë këto të tjerët e Plevica në ferm, gjithë këto kafshët e tjera ndoqën nga mrapa? Sepse ai mëson. Tirani nuk mëson kur. Vetëm Tirana. Gjithmonë Tiranë. Jo Tiranë. Edhe Tirana kërkon gjithmonë më shumë si Tirani. Këtu te Tirana gjen ai mëson. Tirani nuk mëson kur. Thjesht kërkon gjithmonë më shumë. Kjo është e gjithë ideja e kësaj. Mirë. Apo jo? Falenderojmë regjisërisht. Falenderojmë atë xhaxhin që kemi mbrapa kamerës që po na shef gjithë kurreshtje çapo flasim. Me thënë drejtën, mua më pëlqet ajo skena që Plevica në ferm, se mua ka ngel mendja sot e kësaj dite që është babi Otisit dhe i pi kitarës. Se unë i bje i lop kitarës. Me thundra. Edhe unë nuk i bje të. Me thundra. Ja kam mësuar mirë. Shikon, tek ferma e kafshëve, revolucioni është fillim. Kurse tradhtia është fundi. Mirë. Kurse në Benjard, humbja është fillimi, ndërsa përgjegjësia është fundi. Okej, po, shiko, të dyja këto bin dakord tek ajo pika e përbashkët që është në komunitet nuk mbjeton vetëm me rregulla, por ke nevojë për një karakter që t'i krijojë ca rregulla që të jenë fair për një pjesë shumë të madhe. Ti e fillon me pak neglizhencë fillim, i jep një heshtje ande nga mesi, dhe në fund fare është dikush tjetër që do vendosi për të gjithë. Pra, nëse ti nuk e çon zërin, nëse ti nuk jep ato përgjegjësi, nëse ti nuk jep ato të drejta, pastaj dikush tjetër vendos për të gjithë, ose në rastin e Plevicës janë ato çaken kojotat që të vinë edhe do të hajnë gjithë kafshët. Po, kur njerëzit e mirë luajnë shumë gjatë, njerëzit e këqij fillojnë punën. Kena si në Shqipëri. Ore, a kena një fakt interesant për Orwellin se për herë ma jep një fakt bukur ti. Fundit për Camus që ishte portier futbolli të fantastike. Ka pas lejt me Partizan. Ai e shkroi këtë libër si satirë politike. Por mesazhi i tij funksionon kudo, ku pushteti premton barazi dhe prodhon privilegj. Gëzuar për liberinë. A është më i rrezikshëm një tiran që ngrihet apo një hero që vonohet? Po, pa diskutim i dyti. Edhe sa vonohet ai heroi? Ja sa të virej te liberia. Tash von. Pa diskutim i dyti. Sepse tirani vjen gjithmonë kur derën e le hap. Mbyllë çik derën. Mbyllë çik derën. Po jo me gjithmonë. Ishte pjesë e skenarit. Mos u mërzit apo. Dhe mos harroni, nëse askush nuk merr përgjegjësi, dikush tjetër do marr pushtetin. Dhe si gjithmonë, bëj dhe mbylljen tani, shihemi në faqen tjetër ose në
fermën tjetër. Ose në faleminderit kanalin që ishim tjetër. edhe këtë episod, dhe mos harroni prap të na suportoni në Instagram dhe në YouTube, në kanalin Më bë në hub, nga unë Marko Meraj. dhe unë Kosta Koller, ju Ky ishte përshëndesim dhe pikakimi për shihemi në sot. shumë episode tjera.